Shqipëria ka hapur këtë të martë bisedimet për kapitujt e agjendës së gjelbër dhe ndërlidhjes në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Në krye të delegacionit shqiptar në Bruksel ishte vetë kryeministri Edi Rama, i cili në konferencën për shtyp theksoi se qeveria e re është ndërtuar për të përballuar sfidat e negociatave edhe për të avancuar integrimin e vendit. Rama nënvizoi rëndësinë e rritjes së kapaciteteve negociatore dhe fokusin e qeverisë te reforma dhe rezultate konkrete. Sfida jonë është të rishpikim veten deri në fund dhe kjo është arsyeja pse përmenda se tani më kemi ministri më vete, vetëm për mjedisin, me një ekip që është rritur gjatë detyrës, me ministër të ri që është negociator nga pala jon dhe tashmë i duhet të gjej negociator që të shoqërojë dhe sigurisht kjo nuk do të ishte diçka që disa vite më parë do ta kisha marrë në konsiderat. Por sot është e qartë, është proces për të mësuar, për të gjithë ne dhe duhet të jemi të përullur, të përkushtuar ndaj punës dhe ta duam Europën me gjithë pasionin ton. Kryeministri theksoi gjithashtu se hapja e këtyre kapitujve shënon një fazë të re në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian, duke përqendruar vëmendjen tek mjedisi dhe ndërlidhja infrastrukturore, që janë prioritet për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit dhe të harmonizimit me standardet europiane. Nga ana e saj, komisionerja për zgjerim Marta Kos theksoi se hapja e kapitujve është një hap i rëndësishëm, por mbytyja e tyre kërkon rezultate konkrete. Nuk është e lehtë të çelësh kapituj, por është edhe më vështirë të mbyllësh. Jemi të sigurt se jemi në rrugë të mbar. Shqipëria do duhet të japë rezultate dhe reforma dhe të sjellë gjithçka që është e nevojshme që të mbyll kapitujt. Vizioni i kryeministrit tuaj është të përmbyllim negociatat në fund të vitit 2027. E mbështesim këtë vizion, çka do të thotë se në momentin që kemi këtë kandidat kaq të zellshëm, është edhe përgjegjësia nga ana jonë që t'i mbështesim me energjinë dhe fuqi njerëzore në Bruksel. Edhe ministri e jashtme e Danimarkës, që ka presidencën e radhës në Bashkimin Evropian, ka të njëjtin optimizëm si Kos. Konferenca e sotme e dëshmoi, po kështu se zgjerimi po ecën përpara dhe tregoi se reformat e vërteta sjellin rezultate të vërteta. Shqipëria ka bërë përpjekje të forta përgjatë viteve me reformën në drejtësi, luftën kundër korrupsionit dhe me harmonizimin e politikës së jashtme me atë të Bashkimit Evropian. Shqipëria ka treguar qartësisht se e njeh të ardhmen e saj në Europë. Danimarka, duke qenë presidente e radhës, do të bëjë maksimumin për ta çuar më përpara zgjerimin. Shqipëria ka hapur deri tani 28 nga 33 kapitujt e negociatave dhe synon që brenda vitit të hapë edhe 5 kapitujt e mbetur, duke rritur kështu shanset për të përmbyllur procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian brenda afatit të planifikuar në fund të vitit 2027. Ky proces, siç e sheh Rama, nuk është vetëm një sfidë teknike, por edhe një angazhim politik dhe institucional që kërkon përkushtim të plotë nga të gjitha nivelet e qeverisë dhe mbështetje të vazhdueshme nga partnerët evropian. Zgjerimi i strukturave të negociatave dhe emërimi i negociatorëve të specializuar për secilin kapitull reflekton vendosmërinë e Shqipërisë për të përmbushur kriteret e Bashkimit Evropian dhe të përshpejtuar rrugën drejt antarësimit.